Jo, ik po teshe po gratesë, po të lanë. Të tanët jemi po, Idris. O Idris, të tanët jemi po, mos u largoshu, mos ik po gratesë, do rishtu. Është kënaqësi. Një shëndet api për Luan Mema. Luan, shok harmësh. Letorime. Me shumë të garbuara, me punë në drejtor i policisë Berati, i thamë dashamirësi, hajde nga bëngje, kuntestir, pranoj me gjithë dëshirë dhe me angazhime dhe... Udhërua të i se ku në shtoj, se shtaraga i dhe komandë. Ne njerësa të putë në komandë, po se së të Një shetë për Luan. Jetë shumë pas. Shumë Luan, bashkë. Sam shumë Luan, kemi a i mirë. Djetë i mirë. Tani sekretar pasi përgjallë që të tepër, me lej. Jo, po, të këtu e kështë, të kjo, të mritë. Të të shërojmë në vekë, të preza tanë, hedhe një hapë. Batur kolegë, Të mirat. nuk jeton, por ma tha një fjalë dhe unë më bëhet qefi që djali ti është në grupin e njerëzve të nderuar. Jetë mirë. Tani unë do ta lidh jetë. Ta lidhim kështu. Okej. E tina në nderojë pjesë marrë dhe sakë. Sukseset këtë Është dashamir se ma shtreu dhe me zë të vogël, kur ishte se ishë mundur, për komunitetet e Gramshit të përgjësi ishte respekt dhe me kontra lërsi. Që ne do t'jemi të nderuar. kemi nëzirë nga gjeriona. Është pjesë. Kam shumë kërkusator, po për ne në tanë kishte respekt. Respekt. Kjo është falenderoj. Mos kete me 98% votëve. Mos kete. Kishin që të bëjnë që të bëjnë ekipi organizator, po me ndonë të rëpotoshtë. Po do i zëtaj, po i qënë një për dy, po s'kona jo. Tani sekretari ka të fjarë, As i ftes, i do përmendit t'i të lajmëjmë gjithë. vetë, ata do vinë. Me patronatërisë. Ne do t'jemi vetë. Lartë se vikizme, lartë hipokrizisë. Ne do t'jemi vetë. Se do e bashkisë ka për detyrë të vinë të këmshët dhe të cejnë. Ata që ka për këmshët të sekretarës bashkisë janë apër asi kontentit nga këtë. Ka detyrim moral dhe detyrim fisnik. Thuj gjera troq, drejt për drejt. Faktikisht. Nuk ka servilizm, të jo, o lo. E po që të buja ylla dhe mojë, e mojë vajtima jasëme. Hajde rritu pija, rritu dhe mojë, e mojë nazete. Mos e dio vajtë ta vazhdojmë, hajtë sa të shoqërojmë. Mos e lashë. Dajsi. Vazhdo, mos e vazhdo se nuk e di. Nuk e di, vazhdo të shoqërojmë me zëtë. E po të shpëgjitje, o moj po shkallë dhe moj, në moj majetë këmë. Hajde rritu pija, rritu dhe moj, e moj nazete. E po të shpëgjitje, o moj po shkallë dhe moj, në moj majetë këmë. Hajde rritu pija, rritu dhe moj, e moj nazete. E po më sili, o moj kafe në dhe moj, në moj pjesë dhe hajde rritu qupë, rritu dhe moj, e moj nazete. E po më sili, o moj kafe në dhe moj, në moj pjesë dhe hajde rritu
je rritu dhe moj, e moj në Muzika vjen zona kondicionerit. Soni kam bërë ca eksperiencë edhe më dobu. Por si edhe të aktiviteti, si edhe këto janë disa momente që janë pak vështira, që duhen kaluar ndryshe nga tjerat. Unë do ta filloj me pas se të bëj dollim, them 2-3 fjalë në lidhje me këto tavolina këtu që unë gjithmonë i kam për zemër. Këtu në Durrës gjithmonë gjej një ngrohtësi, ndryshe nga takimet e tjera me komunitete gramshohen më me tjera. Këtu është një situatë krejt e veçantë, ka një tjetër marrëdhënie, ka një tjetër dashuri, ka një tjetër perceptim të patriotizmit lokal, domethënë patriotizmit gramshov. Dhe më vjen shumë mirë që gjejmë në njëri tjetrin kuptim, bashkëpunim, pavarësisht bindjeve dhe ngjyrave, qëndron mbi të gjitha Gramsci dhe dashuria për atë vend që jemi lindur, shumë nga ju janë rritur dhe kanë kontribuar aty, dhe patjetër që gjithë ju e keni lënë në fushat caktuara shenjën dhe gjurmën tuaj. Unë këtë shëndet parë, pa i gjetur sekretarët, se nuk besoj se do arri të identifikoj një sekretar si Fatmiri, por do përpiqem, si ishe ngarësinë e duhur. Po do përpiqem. Edhe dua ta ngrej një shëndet për gjithë komunitetin gramshov këtu në Durrës. Dua edhe shëndet e mira, e mbarësi, paqe gjithashtu. Unë do gjej Idrisin te dhe Gjenin ground tjetër. Tradita e Dollisë doj që të parën ta bëjmë tek Dollibashi, por i parë, por unë do ta devijoj pak. Dua ta ngrej një shëndet të parë për Meçanin. Meçan kesh jetë, shëndet, mbarësi, Jetë shëndet, mira e krijimtari vazhdueshme. do plakeni ju dhe do të më kujtoni mua, do thoni ore. Pas ka pa të mirë i gjyshi atëre, do t'i që na afka mirë në puna, që na përgëdhelin. Ju falenderoj shumë. Ishte tjetër takim po tek Meçani për gjithë familjen, dashurit dhe afërmit të tjerë. Ti kesh me jetë. I bukur more shumë krenda filmori, amanore krenda filmori. E po ato vishnje natore nga uno krenda filmori, amanore krenda filmori. Ja ato vishnje natore nga uno krenda filmori.
të dua uno trenta filmori, jamanore trenta filmori, edhe amuto aj sa të dua uno trenta filmori, jamanore trenta filmori. Të lumë do ferma. Fajtë një me Mendova se do të qenë një takim si gjithë të tjerë të rutinë, por ju të kalua të gjitha parashikimet dhe kjo të regon që në qytetin e Durrësit keni një forcë të madhe intelektualës, njerëz me vërtetë që duan vendin e tyre, edhe me sa duket këtu me disush nuk ka kështu qef mbetje. Kjo është kryesorja. Dhe kapën u shprehën. Dhe ju urojmë që këtë ta çoni më përpara dhe qofshin cilësore të tëra aktivitetet tuaja si ky sot. Kjo patjetër që është radhë parë meriteve drejtuesit Degës, i kryesis, por ama e bënte dhe ama këtë takim kaq nivel të lartë dhe personit i cili do të diskutojë dhe do flitej. Se kishe se çfarë të thoshje. Unë nuk kam ndërmend të flas asnjë gjë për Meçanin, sepse jemi njojtur që në fëmini bashkë. Ti kur ishte u fotoja, ti vese i orë dhe stimu, isha me i bankë me këtu. Ashtu që në fëmini jemi njojtur bashkë, por jeta pastaj na dërgovin drejtimet të punëve. E gjithatë, jetuam, rreziktuam, edhe Meçani ngjiti shkallët me mundësitë e tia, me forcat e tia, me diturinë e tia, kurse unë që ishi detyruar që gjithmonë ta kisha kokën pak ulur, sepse zgjedhjen e kisha në qafë. Megjithatë, rëndësi kanë këto, por unë dua të themi diçka, nuk po flas për atë, por do të themi diçka. Në shoqëri, në miqësi, ka disa lloj njerëz. Janë disa lloj njerëz, për shembull që Meçani për njërin nga librat që ka shkruar Meçani dhe foli Shpendi, domethënë kishte edhe ndonjë qef mbetje, edhe ndonjë diçka. Qëndo të të më dhaja morë me piva dështruaro. O me qeni bulluari, o të rrimë se bukur duke në sërruar, duke në sërruar. Aty pranë që rinjë djallë morë duke Unë e quj, do shta pa ditur historinë e komunitetit Gramshot këtu, po me ajsa di, me ajsa kam gjuar, me ajsa edhe ndjej dhe perceptoj vetë, e quj si stërmullarin e gjitha gjëjet mirë këtu. Dhe pa që është aq modest sa pranon tjetë edhe dolli e 17, por realisht duhet tjetë dolli e parë për mua.
me raste. Kryetari e di kthej. Po sepse për modestin që ka, për njeriu që është dhe për gjithë virtytet që ka, meriton që të jetë gjithmonë i vlerësuar dhe të jetë gjithmonë në ta them kështu. Faleminderit. Krye tavolinës. Shumë faleminderit. Respekt. Shumë respekt. Mirë, Faleminderit. unë do ta pi në fund, sekretarët e mi në fund, ju sipas dëshirës. Edhe unë po përfaqësoj grupin tim. Unë nuk e kemi fund se kam kushëri të dytë, kështu që mua s'm zemëroj. Në dytën, vetë mi ku gjojnë edhe gjysma tjera. Në të tretën e merë në një nga lagja ose nga fshati, flasit gjithë, së gjo asnjë. Ishte me shenë, shiko. Tani vjen që jo, nuk i kemi qojnë gjera aty. Po mua të në fali që nuk do t'ju kujtoj një nga një të gjithve, dhe unë do t'i vërtet 3 qokë. Një qokë, i kam për organizatorët e kësaj veprimtarie shumë bukur. Ta kam një muaj që punojnë, dhe thonë të vërtetën në fillim, unë vëroj që kejnë për gëdhenë në duka, po pasaj edhe i që si turpëruar, thash po mjerën me mua. Po pasaj do t'i që fillova të ndjej ore, po do një keq që do në turpëra edhe mua. Dhe i kam bezdisë edhe unë, ca herë këtu shokët, unë i falenderoj shumë, në mënyrën si e ndoqën gjithë të bashkë me ta e pi për gjithë shoqatën to të Gekën, të Durrës, dhe për shoqatën Gramshi që ende aty në Tiranë ka veprimtari shumë të bukura. Një shumë. Shumë goja. Zuar gjithë. Shëndet e pasur të Shëndetin tjetër, dhe kam për kontribuesit për këtë veprimtari. Kontribuesit disa janë biqët dhe shokët e mi. Disa janë të ngarkuar nga shoqata. Disa i ngarkoj bashkia dhe erdhën enkas këtu në Durrës. Po pa kontribuesit. Edhe një të stonoj ke kontribuesit. Kush është marrë me këtë lloj veprimtarisht, nuk ecën aktiviteti. Prishet ajo struktura, zinxhiri. Unë gërgolli me plot respekt të gjithë kontribuesit. Si listi dhe unë, cili jam nga këta kontribues, njërë që farë. Njërë që njërë, po mos i vjetë jetë tjetër. Shumë goja, për mira. Këtu unë nuk do të nuk i përmëndë se filloja Armandi me vetit, përse do vija ke Abedin Murati që recitoj. Gale ju shtoftë, Zoti vullnetin gjithë këtyre. Zuar shnet mirat Të kanë gjithë. tretën dhe të fundit. Të tretën dhe të fundit e kam për kryetare. Dhe për kryetare që vetëm e në ndërruar shoqatën, për i dhenë edhe kredite veprimtarisë, se që s'duam me, kjo është marrëdhënia në jetën tonë, shoqërore, institucionale, politike, kulturore, etc. Prania e këtyre të dyre, që me e bëri më të bukur veprimtarinë. S'ka ku as servilizëm, as kështu në një ndjenjë tjetër të prapshme. Po unë, e me sinceritet ta, që prania e tyre, edhe unë, tashi, për këtë rast, nuk për përshëndetin për kryetarin, po pe pi për 2 djemë që mban ky në krah, kur shkon në të majtë e të djathtë, i ka 2 binjak si hyje dhe mua më knaqën kur shkon e Ka gjithë të dolia ime, qofshin ndërruar e të respektuar të gjithë. Marcelës dhe se shumë. Urime dhe shëndet.